Garën për asamblejës të Ferizajt e nisi me numrin 23. Por Visar Pajaziti, i cili me profesion është fizioterapeut, këtë rrugtim e la në gjysmë. Ashtu si thirrjen për ta votuar, edhe dorëheqjen e bëri përmes rrjetit të tij Facebook. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje shkroi se deri në atë pikë e ka quar situata brenda shtabit të partisë. Ky vendim vjen pas përballjes me një sër sjelljesh jo korrekte dhe veprime të papranueshme nga disa individ brenda lëvizjes, të cilat kanë cënuar integritetin dhe etikën e garës demokratike, si dhe kanë krijuar një ambient të pafavorshëm për zhvillimin e një procesi të ndershëm dhe të drejtë. Pajaziti ndonë se fillimisht pranoi të deklarohet për televizionin, më pas se mbylli telefonin dhe nuk ishte i qasshëm. Numri që keni thirrur, për momentin nuk është në dispozicion. Ju lutemi, provoni më vonë. Nëpërmjet telefonit, kryetarja e degës së lëvizjes dhe vendosja në Ferizaj, Fatbardha Zoga Ereka, pranoi se ka telashe dhe përveç Pajazitit nga gara për asamblejë komunale janë larguar edhe Habibe Ademi Domaneku, Eriona Sediu dhe Laureta Ademi. Nga një ish antar i lëvizjes dhe vendosje në Ferizaj, tërheqja e kandidatëve sjell edhe vështirësitë e tjera përveç humbjes së votave. Tërheqja e 4 asamblejistave, varësisht nga ndikimi që ka në terren, është një humbje në vota. Shumë më i dëmshëm është sinjali që jep qendra e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj, duke hyrë në një garë shumë të rëndësishme dhe mu në kohën kur kërkohet përballja politike dhe uniteti, ajo shfaq përçarje. Kjo situatë vështirëson edhe pozicionin e kandidatit për kryetar të komunës. E nga vëzhguesit jo qeveritar të zgjedhjeve, ngjarja në VV po shihet si dëmtim i subjektit politik. Për të shqetësuar se si kandidatët në një periudhë të tillë të rikën kur ata janë pjesë e një fushotës aktive. Pavarësisht shqetësimeve apo konflikteve apo mospajtimeve brenda subjektit politike, duhet të krijohet një praktikë, sepse ngora është me pasqyru imazhe të mira dhe me tregu personalitetin e çdo kujt. Po të njëjtën kohë duke ruajtur edhe unitetin e brendshëm politik, po dhe partia. Ky rekomandon që shqetësimet e tilla si këto të vetëvendosjes në Ferizaj është rrugës të adresohen pas përfundimit të zgjedhjeve.